Përkëtyrën përsëri transmetim të drejt për drejt në studio live, do flasim në pjesën e dytë për çështje që lidhen me drejtësinë dosja Partizani, por dhe çështje të tjera. Ndalemi shkurtimisht të titujt, një përmbledhje e zhvillimeve më të rëndësishme të ditës, më pas kalojmë me një të ftuarit që kemi në këtë pjesë. Ngrihen dyshime se dy atentatorët në Lezhë dhe në Tiranë të kenë një pistë të vetme. Në Tiranë, fëmijët e plagosur, shënjestër e gabuar. Objektiv gruaja të vrarit në Afin Ram Brahimit. Ajo ndodhej në Tiranë, ndërsa mbrëm në Lezhë ju vra vjerri. Edhe sot mbyllet pa vendim seanca paraprake për dosjen Partizani. Një tjetër avokat solli raport mjekësor, por gjyqtarja Davidi se pranoi ta shtyjë seancën. Vendimi nëse kalon apo jo për gjykim pritet në datën 23 prill. Një deklaratë e Blendi Klosit se vota e parë nga diaspora ishte për PS-n dhe një video ku një votues i PD-s filmon veten duke votuar u kritikua nga KQZ-ja dhe Odiri. Celibashi u kujton votuesve ndëshkimet për fotografimin e votës. Kryeministri Edi Rama lajmëroi një plan të ri të quajtur paqja fiskale për të lehtësuar biznesin. Nga Kruja, Berisha u premtoi qytetarëve se çmimi i energjisë do të ulet në 6 lekë dhe uji do përgjysmohet. Pronarët e apartamenteve po refuzojnë të shesin prona me kredi. Ekspertët thonë se ata duan të shmangin tatimin 15%. Pa kredi fshihet vlera reale e shtëpisë. SBA janë gati të tërhiqen nga përpjekjet e tyre për paqe në Ukrainë nëse brenda ditëve të ardhshme nuk do të ketë shenja për një marrëveshje. Paralajmërimin e bëri sekretari i shtetit Rubio pas takimeve në Francë. Arkiva Pietro dhe Kelma Rubit bëhet pjesë e regjistrit kombëtar të kujtesës në UNESCO. Kjo pasuri e rrallë fotografike ka përjetësuar imazhin, historinë, jetën dhe shpirtin e shqiptarëve.